Pas fitores historike ndaj Serbisë në transfer, Shqipëria ka mbyllur një tjetër ndeshje pozitive, këtë herë ndaj Jordanisë, me rezultatin 4-2. Në grupin K, situata është bërë delikate mes tre ekipeve kryesore: Anglia, Shqipëria dhe Serbia. Pas fitores 5-0 ndaj Letonisë, Anglia është kualifikuar matematikisht duke siguruar vendin e parë në grup. Shqipëria ndodhet në vendin e dytë me 11 pikë, e ndjekur nga Serbia me 10 pikë. Ndeshja e Serbisë ndaj Andorës përfundoi 3-1, pas një pjesë të parë të barabartë dhe me emocione. Me këtë rezultat, Serbia përmirësoi golavarazhin në 7-7, ndërsa Shqipëria ka 6-3. Rregulloria e re nuk merr më në konsiderat ndeshjet direkte, por diferencën e golave, çka e bën situatën më të ndërlikuar. Ndeshja e ardhshme e Shqipërisë është kundër Andorës, ku fitoria është e domosdoshme për të ruajtur pozitat në renditje. Nëse Anglia barazon me Serbinë, gjithçka do të vendoset nga golavarazhi, ndaj kuqezinjt duhet fitojnë sa më thellë. Nëse Anglia mposh Serbinë dhe Shqipëria fiton në Andorë, kualifikimi bëhet automatik. Megjithatë, një fitore e Serbisë ndaj Anglisë do të komplikonte llogaritë, duke bërë ndeshjen e fundit në ajër Albania ndaj Anglisë vendimtare për fatin e kombëtares shqiptare.